Ju lutem të gjithë deputetët të zënë vendin, të respektoni rregulloren, Deputetët zënë vendin ndërprisni veprimet e dhunshme të palejuara nga rregullorja. Sot në rend ditë ratimi i procedurbalit seancë plenare datës 11/12/2025. Pika e dytë njoftime. Pika e tretë projekt ligji për ratifikimin e traktatit të Riadit për dizenjot dhe të rregulloreve sipas këtij traktati, sa ndryshime dhe shtesa. Dëgjohet. Okej. Hajde, mbaj hapur. Në ligjin numër 16/2018 për diasporën të ndryshuar, pika 7 projekt ligji për vullnetarizmin, pika 8 projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime. Para se të fillojmë me rendin e ditës, kryejmë procedurën e betimit të avokatit po. Do të betoheni. Ju jap masën e dytë vërejtje. Zoti Balliu jap masën e tretë heqje drejtës fjalës për sot. Zoti Balliu përjashtohet nga seanca e ditës së sotme. Po deputetët. Po të ulen deputetët pra, dhe të ikë dhe garda. Të ulen deputetët dhe të largohet garda pasi të ulen deputetët. Po uluni pra dhe të nxjerrim gardën, patjetër. Po si ta bëjmë Albana? Po si bëhet Albana? Po si ta bëjmë? Të shkatrojmë parlamentin. Miratimi i procedurës verbalit, po çfarë të bëjnë ata, o zoti Bardhi, çfarë të bëjnë ata ndërkohë që këtu bëhen veprime të dukshme? Si, në ç'mënyrë? Si? Kush është dakord? Ju lutem numëroni kartonat. Ndërpresim diskutimet, kalojmë në votim. Hapet votimi për prezencën. Votoni. Hajde, mbaj hapur. Në ligjin numër 16/2018 për diasporën të ndryshuar, pika 7 projekt ligji për vullnetarizmin, pika 8 projekt ligji për disa shtesa dhe ndryshime. Para se të fillojmë me rendin e ditës, kryejmë procedurën. If you like this video, then like, share and subscribe to Mirror Now.